Ishin vetëm 100 metra rrugë të shkatruar ato që shkaktonin mjaft aksidente në rrugën e kombit në afërsi të lumit Mat. Segmenti prej 100 metrash në afërsi të Skurajve u dëmtuar rënd nga rrjedha e lumit, indikuar dhe nga prurjet e shumta të kohëve të fundit. Ndërsa tashmë puna ka nisur dhe mbushja me materiale inerte është hapi i parë për të frenuar gërryrjen e mëtejshme të autostradës së kombit nga lumi Mat. Bllokimi i lëvizjes së mjeteve në krahun e dëmtuar ishte zgjidhja e momentit për të shmangur kështu shembjen e rrugës, ndërsa prej 2 ditësh ka nisur dhe ndërhyrja përfundimtare. Problemi sipas drejtorit të autoritetit kombëtar të rrugëve në veri, Nesti Kiri, është shkaktuar nga shfrytëzimi pa kriter në marrjen e inerteve që përpasoj sollën devijim të shtratit të lumit. Sipas tij, situata është rënduar dhe do të operohet me shpejtësi për të normalizuar lëvizjen në këtë pjesë të autostradës. Ne kemi qenë prezent disa herë atje. Aty është bërë nga vërshimi i lumit Mat, nga hapja portave në hidrocentralën së Moskovat e fundit, por detim ka ardhur edhe nga devijimi i lumit, ndoshta edhe nga ndërhyrja e pa rregullt në marrësi e inerteve, i cili ka devijuar shtatin e lumit Mat. Ne si drejtori e veriore kishim planifikuar dhe bërë projektin për ndërhyrjen e saj emergjente, por gjendja ka vërguar. Mbushja me gur, vendosja e barierave mbrojtëse nga ujë dhe zgjerimi i sipërfaqes së mbrojtur janë pjesë e projektit që po zbatohet në rrugën e kombit për ta mbrojtur nga gërryrjet e rrjedhës së lumit Mat.